Kodi pa thjeshmëris, disiplina mbi dhimbjen. Qëndroj fort në kokën tënde, në psikikën tënde, dhe do të bëhesh i pa thjeshëm. Kjo nuk ashtë thjesht, mi motivi mi thjesht, por ashtë një ligj i pashkruar i atyre që sundojnë fatin e vet në këtë rrugë, din nuk ka vend për më shi. Pra bajk vetës dhimbja, ashtë vetëm një informacion që truri e dërgon, por disiplina ashtë ajo që as gjëson. Atë mesazh ne shpesh mendojnë se armisht tan janë jashtë se pengesat vin pri njerëzve tjera, po pej rrethanave të jetës, por e vërteta ashtë ke ndryshe është një betejl me veten tënde, jo me të tjerët. Kjo është beteja më e madhe, dhe se ti e thyem veten brenda në mendja. Askush nuk mundet me të qupesh, po nëse ti e ndërton një psikik pej qeliku, atëher askush dhe asgjën në këtë botë mundet me të lëkund. Kjo është patheshmëria e vërtet, kur ti bësh zot ti mendimeve tua, dhe nuk lejon as një dyshim me ta prish rrugën ton. Psikika është kështjela jote dhe disiplina është mbrojtja. Çdo mendim që ushen është një tull në kështjelën tande, ose një vrim në mbrojtjen tande. Qëndroj fort do të thot me pas një disiplin të hekurt me veten tënde. Kjo disiplin nuk një lodhje dhe nuk një arsjetime për një njeri të pathjeshëm. Nuk ekziston fjala nuk mundem, ekziston vetëm duhet dhe do bëhet, nuk ka rëndësi. Kush të beson e kush nuk të beson, ka rëndësi ja i beson. Ti metës kur je në pikën ma të vështir, kjo luft e brendshme është ajo që të bën burr, ose grua të fort ashtë ai zëri që të thot përpara. Edhe kur kej trupi të thot dalu, kjo është forca kosovare, ajo që nuk njofim dorëzim, se ne dim që nëse mendja është fort, trupi dhe bota kanë ubin. Dhimbja është të përkoshme, por turpi i dorëzimit zjat për gjithmon, prandaj ti zjedh me et për mes jarit, me një busqeshje të ftot në fytyr. Deri në frymën e fundit rruga e luanit, fitoria mbi vetën është pavarësia e vërtet. Kur ti fiton kundër dobësive tua, atëherë ti je vërtet i lirë. Ti nuk ke nevoj me u krasu me askënd, dhe nuk ke nevoj me i tregu askujt sa i fort. Je forca jote shihet në syt e tu dhe në qetesin tënde. Kur kejt bota është në kaosfije, ai që nuk lëviz as një qërpi. Disiplina jote të thot se nuk ka dhimbje që të ndal, ka vetëm rrugë që duhet të shkelet deri në fund, deri në frymën e fundit. Qëndroj fort në kokën tënde, sepse aty është burimi i jetës. Nëse aty je i patjeshëm, atëherë kudo që të shkel, këmba ti e fitimtar. Kjo betej nuk baron kur, por çdo fitore vogël mbi veten tënde të afronte madhështia që e meriton. Nuk ka kthim mbrapa, nuk ka pendim, ka vetëm vullnet të pastër që e shqien çdo penges si të ishte letër. Në këtë luft psikike ti je dhe ushtari edhe generali, ti e burdra dhe ti zbaton pas një hezitim. Kur bota të gode ti nuk kanë kohesh, ti vetëm forcohesh ma shumë, sepse ti e di që çdo goditje është vetëm një test për disiplinën tënde. Qëndroj fort se kjo është trashëgimia jon, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga të tjerët. Ne nuk kërkojmë rrugën e lehtë, ne kërkojmë rrugën që na bën ma të fort. Jeta është e shkurt, po nderi dhe pathjeshmëria mbesim për jetë. Prandaj mbaje kokën lart, forcoje psikikën deri në atë pikë ku dhimbja bëhet karburant për motorin tënd, dhe et përpara me hapa që dridhin tokën. Askush nuk mundet me të ndal përveç vetës tande, dhe pasi ti e kem poshtë vetën. Ti je i lirë, ti je i pathjeshëm, ti je gjithçka ndërru me qenë. Kodi pathjeshmëris.